Po përsa i përket hobit tënd, të suporton? Po, suportojnë, sepse shikojnë që kam shumë dëshirë. Ke menduar një herë të vazhdosh si piktore apo infermieria është ajo që këndërrosh të më? Përparësi shumë të madhe pjesës. Mendoj që nuk ka të ardhme? Jo. Po në një kurs këtu në Puk, ke patur mundësi ta zhvillosh? Nuk ka kurse për piktura në Puk. Okej, do doja ta ndryshoje këtë gjë? Po, do të shumë gjëra ndryshe në Puk, në fakt se në çdo gjë. Cilat do ishte ato gjëra? Do kishte një shkop magjik, çfarë do ndryshoje? 3 gjëra thuaj. Ose dy shumë kurse ku fëmijët ose adoleshentë të kenë më shumë aktivitete për të vendosur veten në angazhim. Mund të hapja vende pune për të pa punën që të rritet ekonomia dhe në mënyrë që të mos largohen njerëzit. Shumë interesante. Duhet bërë në fakt. Puka me sa po shohim më shumë e bukur, por shumë pak njerëz. Ka mbetur shumë pak njerëz, besoj. Shumë pak kanë ngelur si Sa familje jeni në fshatin tuaj? 6. Vetëm 6 familje. Të gjithë janë larguar dhe kanë ikur? Po, për shkak të fëmijëve të tyre.